Sekretet e trupit të faraonit. Egjipti i lashtë është një nga qytetrimet më të pasura dhe të mistershme në histori. Dhe faraoni është figura qendrore e këtij universi të çuditshëm dhe mjaft misterioz. Trupi i faraonit, që shërben si simbol i pushtetit hyjnor dhe fuqisë së perëndive të lashta, mbat me vete shumë sekrete të fshehura gjatë mijëra vjetësh, duke lidhur historinë, besimin, mitologjinë e këtij qytetrimi të lashtë paganist, por dhe përplasjen me besimin monoteist. Historia e mumifikimit dhe ruajtja e trupit. Një nga praktikat më të njohura dhe më të avancuara të Egjiptit të lashtë ishte mumifikimi. Kjo metodë e sofistikuar shërbente për të ruajtur trupin e faraonit për jetë të përtejme, duke qenë se ata besonin se shpirti i njohur si Ka do të rikthehej në trupin e tij pas vdekjes për të vazhduar të jetonte në botën tjetër. Procesi i mumifikimit nisi me një ceremoni të veçantë që përfshinte nxjerrjen e organeve të brendshme, të cilat ruheshin në urna të veçanta të quajtur kanop, pastaj trupi mbushur me vajra të shenjta dhe erëza të veçanta, tharje me ndihmën e natronit, kripës së zakonshme natyrale që kishte veçori të fuqishme konservuese. Trupi më pas u mbështell me lina të hollë, përsëritëse të njohura si linja të shenjta, që e mbanin atë të paprekshëm nga kuha dhe kolet. Ky proces i zhvilluar mbi baza të besimeve të thella fetare kishte për qëllim që të sigurojë që trupi i faraonit të mbetej i paprekur për të përballuar udhëtimin në botën e përtejme, ku shpirti i tij do të takonte Perëndin dhe do të vazhdonte ekzistencën në një dimension tjetër. Feja luajti një rol të madh në kulturën egjiptiane në procesin e mumifikimit. Egjiptianët e lashtë besonin se trupi ishte një banesë hyjnore që duhej ruajtur me çdo kusht për të ruajtur lidhjen mes botës së kësaj jete dhe asaj të përtejme. Në mitologjinë egjiptiane, perëndit si Osirisi, Isisi, Raman, të tjerët kishin një ndikim të madh në besimet e tyre. Osirisi, perëndia të vdekurve dhe gjykatësi i fundit, ishte figura kryesore që simbolizonte rigjallërimin dhe jetën pas vdekjes. Ata besonin se rigjallërimi i trupit ishte kyç për të siguruar që shpirti të mund të bashkohej me trupin dhe të rifillonte jetën në botën tjetër. Varret e faraonëve ishin tempuj të mëdhenj të mbushur me simbole dhe me metodë dhe dhurata të ndryshme. Piramida e Gizës, si monumenti më i shquar i lashtë i botës, ishte një tempull hyjnor që përfaqësonte fuqinë dhe hyjninë e faraonit, duke shërbyer si portë drejt botës së përtejme. Gjatë shekujve, kërkimet arkeologjike dhe shkencore kanë zbuluar shumë sekrete rreth trupave të faraonëve dhe praktikave të tyre të vjetra. Trupat e faraonëve si Ramzesi II, Akenatoni, Tutankhamuni janë disa nga më të njohurat. Analiza me teknologji të avancuar si skanimi me rrezë X dhe analiza gjenetike kanë ndihmuar studiuesit të zbulojnë detaje të paimagjinueshme për shëndetin, smundjet, zakonet e jetesës dhe shkaqet e vdekjes së tyre. Për shembull, analiza e trupit të Tutankhamunit ka ngritur shumë pyetje mbi vdekjen e tij të parakohshme, duke sugjeruar shkaqe të ndryshme, përfshi smundje të trashëguara dhe aksident. Për më tepër, studiuesit kanë zbuluar edhe faktin se shumë faraon kishin shenja të smundjeve të ndryshme, duke përfshirë smundjet e zemrës, reumatizmin dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Sot trupi i faraonit vazhdon të habisë dhe të tërheqë vëmendjen e studiuesve, historianëve dhe besimtarëve. Teknologjitë moderne kanë hapur dyert për zbulimin e sekreteve të humbura dhe për të kuptuar më mirë jetën, besimet dhe praktikën e varrimit të lashtë. Në fund, trupi i faraonit është një dëshmi e fuqishme e një qytetrimi të lashtë që besonte se jeta nuk përfundon me vdekjen, por vazhdon në një dimension të ri ku fuqia, besimi dhe misteri bashkohen për të ruajtur trashëgiminë e të lashtëve.